Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Lumi Vjosa mbetet një nga zgjedhjet e vendasve dhe të huajve për t'i shpëtuar vapës së gushtit. Uji i freskët, natyra dhe qetësia e bëjnë këtë lum një alternativë tërheqëse. Për shumë vizitor, Vjosa është jo vetëm një mundësi për t'u freskuar, por edhe një mënyrë më ekonomike për të shijuar verën pranë natyrës. Ndryshimet klimatike po ndikojnë edhe në prodhimin e mjaltit. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve kanë sjellë më pak prodhim për shumë bletar. Në Gjirokastër, specialistët e bletarisë theksojnë se duhet kujdesi shtuar edhe ndaj sëmundjeve të ndryshme që prekin bletët. Në bashkinë e Libovës janë shfaqur disa problematika përgjatë vaditjes së tokave bujqësore në pjesët fundore të sistemit vaditës, veçanërisht në zonat e fshatit Drino dhe Nepravisht. Për të ndihmuar fermerët, bashkia ka ndërhyrë për të përmirësuar furnizimin me ujë dhe funksionimin e sistemit të vaditjes. Sipas specialistit Filip Zëra, janë kryer gjithashtu ndërhyrje edhe në infrastrukturën rrugore që çon drejt parcelave bujqësore. Në Ertil Qibini nga Luzatit e Pelenës prej 16 vitesh ushtron profesionin e kuzhinjerit dhe edhe pse jeton në emigrim kthehet çdo verë për të punuar në vendlinje në zonën e ujit të ftohtë. 38 vjeçari përgatit kryesisht gatime tradicionale dhe synon që në të ardhmen të rikthehet përfundimisht në Shqipëri për të investuar. Ju njohim tani më gjërësisht. Lumi Vjosa mbetet një nga zgjedhjet e vendasve dhe të huajve për t'i shpëtuar vapës së gushtit. Uji i freskët, natyra dhe qetësia e bëjnë këtë lum një alternativë tërheqëse. Për shumë vizitor, Vjosa është jo vetëm një mundësi për t'u freskuar, por edhe një mënyrë më ekonomike për të shijuar verën pranë natyrës. Mes temperaturave të larta të gushtit, Lumi Vjosa mbetet një nga zgjedhjet e vendasve për t'i shpëtuar vapës. Për ta, kjo nuk është thjesht një mënyrë për t'u freskuar, por një traditë dhe një lidhje hershme me natyrën dhe vendin. Vjosën e pëlqej shumë, gjithë jeta ime që në fëmijëri. Edhe këtu vinë edhe turistë të tjerë, edhe janë të kënaqur gjithë. Gjatë kësaj kohe vini çdo ditë, si? Po, unë e kam çdo ditë këtë. Vi gjithmonë, punojnë qikë në kopë aty një 2 orë, e pastaj vi freskojmë dhe ndjej kënaqësinë time si profesionist. Kam dhe një prit që mbaj këtu, të dy, vëndalli jam, këtu jam mësuar, këtu më ka bërë vend. Jeni rritur në ujrat e këtij lumi? Po shuaj, vate 66 vjeç, këtu jam rritur. Niprit jetojnë këtu? Jo, një në Tiranë, një në Pogradec. Sa ju pëlqen lumi, përmeti? Sa duan ata të vinë çdo verë? Thjesht Tiranë mos pëlqej lumi. Mua, ky lumi më pëlqen shumë, sepse unë çdo vit vitej gjyshi, edhe më ka pëlqyer shumë sepse është çik i ftohtë, ama ka një rrymë që argëtohem shumë dhe freskohem. Unë jam nga Tirana dhe vi gjithmonë dhe freskohem. Në vend të plazheve të mbipopulluara dhe shpenzimeve që rriten gjatë sezonit turistik, Vjosa ofron një tjetër alternativë, natyrën, freskinë dhe qetësinë me më pak kosto. Ακούσει πάρα πολλά για το Περμέτη. E zgjodhëm Vjosën sepse është një vend shumë i bukur dhe natyror. Uji është i pastër dhe freskues. Gjithashtu, është një mënyrë shumë ekonomike për të kaluar një ditë të bukur në natyrë. Kaluam disa ditë pushime në plazhe të ndryshme në jug, por këtu është diçka krejt tjetër. Love it. It's a really beautiful place. Vi nga Meksika dhe dashuroj këtë vend. Uji është kaq i freskët dhe i pastër. Kam 10 ditë këtu dhe më pëlqen shumë natyra e qetë, e cila të ofron relaks të vërtet. Ky lum ofron kaq shumë mundësi për të gjithë. Sot notova, ndërsa ditët e mëparshme provova rafting dhe vizitova edhe ujëra termale. Është vërtet bukur. Take off your mind of the Për vendasit është një kujtim, traditë dhe lidhje shpirtërore, për të huajt një zbulim i ri, i pastër dhe i përballueshëm. Vjosa mbetet kështu jo vetëm një pasuri e jashtëzakonshme natyrore, por edhe një destinacion ku freskia e ujit bashkohet me bukurinë e natyrës dhe me një mënyrë ekonomike për të shijuar verën. Pika kufitare e Kakavijes, një nga nyjet më të rëndësishme lidhëse mes Shqipërisë dhe Greqisë, vijon të përballet me një fluks të shtuar udhëtarësh dhe mjetesh gjatë kësaj periudhe verore. E konsideruar si pika kryesore kufitare me shtetin grek dhe një nga më të frekuentuarat në vend, Kakavija përpunon çdo ditë një volum të konsiderueshëm lëvizjesh, sidomos gjatë muajve të verës, ku rriten ndjeshëm qarkullimi i emigrantëve dhe turistëve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë
kufitare në Kakavi kanë përpunuar në total 11.900 shtetas në hyrje dalje. Nga këta 4.227 shtetas kanë hyrë në teritorin shqiptar, ndërsa 7.673 shtetas kanë dalë nga Shqipëria, çka tregon një fluks më të lartë në dalje, tipik për këtë periudhë kur emigrantët i rikthehen vendeve ku jetojnë dhe punojnë pas pushimeve në atë. Në të njëjtën periudhë kohore janë përpunuar gjithashtu 3.299 mjete ku 1.221 mjete kanë hyrë në Shqipëri dhe 2.078 mjete kanë dalë, duke reflektuar të njëjtën tendencë në rritje së daljes nga territori shqiptar. Rritja e fluksit në këtë pikë kufitare lidhet drejt për drejt me sezonin veror, i cili çdo vit shënon lëvizje të shumta të emigrantëve shqiptar drejt vendeve ku jetojnë, kryesisht në Greqi. Njëkohësisht kjo periudhë karakterizohet edhe nga një qarkullim i lartë turistësh të huaj, të cilët përdorin këtë pikë kufitare për të hyrë dhe dalë nga Shqipëria, duke e bërë Kakavien një portë rëndësishme të turizmit në jug të vendit. Përballë këtij fluksi të shtuar, autoritetet kufitare vijojnë të marrin masa për përballimin e situatës, duke synuar përpunimin sa më të shpejtë të qytetarëve dhe shmangjen e radhëve të gjata. Megjithatë, në periudhat e pikut, sidomos gjatë fundjavave apo në ditët e kthimit masiv të emigrantëve, pritjet në kufi mund të zgjasin më shumë se zakonisht, duke reflektuar nivelin e lartë të lëvizjeve sezonale. Të dhënat e fundit konfirmojnë se pika kufitare Kakavies mbetet një ndër pikat më të ngarkuara në vend gjatë sezonit turistik, duke reflektuar jo vetëm lëvizjen e emigrantëve, por edhe rritjen e interesit të turistëve për Shqipërinë si destinacion veror. Ndryshimet klimatike po ndikojnë edhe në prodhimin e mjaltit. Temperaturat e larta dhe mungesa e rreshjeve kanë sjellë më pak prodhim për shumë bletar. Në Gjirokastër, specialistët e bletarisë theksojnë se duhet kujdesi shtuar edhe ndaj sëmundjeve të ndryshme që prekin bletët. Ndryshimet klimatike po lënë gjurmë edhe në bletari. Temperaturat e larta dhe mungesa e rreshjeve po ndikojnë në jetën e kolonive dhe në sasinë e mjaltit të prodhuar. Në Gjirokastër, bletarët po përballen me një sezon më të vështirë. Thatësira ka reduktuar lulëzimin e bimëve dhe si pasojë edhe sasinë e nektarit dhe polenit që bletët gjejnë në natyrë. Kjo përkthehet në më pak ushqim për kolonit dhe në prodhim më të ulët mjalti. Biologjika e bleta duron deri në temperaturën 45 gradë. Nëse nuk ka një strehim të rregull të mirë, do të thotë temperatura ndodhet tek në arin 47, 49, 50, 53 gradë. Do të thotë imagjinoj se ku jemi pranë pragun e vdekjes. Jo pse ato do ekspozohen si koloni në temperaturë, do të thotë janë të pashmangshme. Këto lloj temperaturash në historinë e zhvillimit ose në evolucionin e bletës në pjesën e Evropës nuk kanë pas temperaturat kësaj natyre. Jemi në një situatë tepër dramatike, në situata jashtëzakonisht të pafavorshme për bletën, jo vetëm për bletën, po për gjithë ekosistemet të cilat lidhen me bletën. Janë bletët dhe bimët me lule, bimët entomofile që quhen, janë të lidhura me miliona dhe me miliona vjet, gati mbi 100 milion vjet, të cilat kanë krijuar njëra tjetrën. Bimët me lule kanë përshtatur dhe kanë shojmë atë bletë që kemi ne sot. Njëkohësisht to bim me lule që i shikojmë ne sot janë si pasojë e një përgjithshmëri ose një lidhje njëra me tjetrën. Pra, me jep të jap në një pazar gjigant, ku të dyja palët bëjnë një treg fantastik, njëra e bën për të lënë pasardhës, pra bimët. Nga që ato nuk realizojnë do seksin përmjet lëvizjes, janë bletët ato që realizojnë qëllimin e tyre, por realizojnë dhe qëllimin e tyre bimët. Do të thotë që këto të dyja palët kanë krijuar njëra tjetrën dhe mbajnë njëra tjetrën në një ekosistem që ne na duket habi. Por kjo nuk është sfida e vetme. Specialistët e bletarisë ngrenë alarmin edhe për sëmundjet dhe parazitët që mund të dobësojnë kolonit, duke kërkuar monitorim të vazhdueshëm dhe ndërhyrje në kohë. Paratoza janë një 3 sëmundje kryesore, janë virusale, askosferoza, 5 sëmundje janë bazë, domethënë se që e të rëndisin bletën. Sëmundjet virusale pothuajse nuk kanë mjekim, qelësisht shëndeti i tyre, ripërtëritja, shtimi i kolonisë, njëkohësisht eliminimi i varovatozës, një sëmundje parazitare, shumë e rrezikshme ose vrastare në fakt. Ne kemi humbje bletë vit për vit në gjithë territorin për atë kësaj sëmundje, sepse kërkon një kujdes i jashtëzakonshëm. Njëkohësisht nuk ka dhe preparate shumë efikase, me fjalë ende nuk ka shkenca, nuk ka zbuluar, domethënë preparate të cilat ose teknologji të cilat ta përballojnë këtë sëmundje më lehtë, kërkon kosto mjaft të madhe, shpesh edhe bletarat lodhen, është një punë stërmendimshme, nuk është se është domethënë e lehtë, me fjalë. Dhe sigurisht që
në situata mjaft të vështira, me këto kushte që jemi, kur bletët nuk gjejnë polen, pra nuk gjejnë bazën kryesore, aminat e jetës që rrjedhin nga proteina, sigurisht do të një insekti dobët, do të një koloni të dobta ushqyes sa të duash. Atë asaj mungona e çelësi kryesor korrelacioni me bimën. Mbrojtja e bletëve nuk është vetëm një çështje prodhimit të mjaltit, është një domosdoshmëri për ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit. Në bashkinë e Libovës janë shfaqur disa problematika përgjatë vaditjes së tokave bujqësore në pjesët fundore të sistemit të vaditës, veçanërisht në zonat e fshatit Drino dhe Nepravisht. Për të ndihmuar fermerët, bashkia ka ndërhyrë për të përmirësuar furnizimin me ujë dhe funksionimin e sistemit të vaditjes. Sipas specialistit Filip Zëra, janë kryer gjithashtu ndërhyrje edhe në infrastrukturën rrugore që të çon drejt parcelave bujqësore, duke lehtësuar aksesin e fermerëve në terren. Në bashkinë e Libovës, procesi ujitjes së tokave bujqësore solli disa problematika në pjesët fundore të sipërfaqes që mbulon bashkia. Vështirësitë janë shfaqur kryesisht në disa fshatra ku furnizimi me ujë nuk ishte i njëtrajtshëm gjatë gjithë sezonit të vaditjes, si në zonën e fshatit Drino dhe Nepravisht, ku disa parcela bujqësore kanë pasur mungesë ose shpërndarje të pabarabartë të ujit, duke bërë të nevojshme ndërhyrjen e bashkisë. Lidhur me ujitjen, gjatë të viti ka pas disa problematika, kryesisht në pjesën fundore të sipërfaqes që mbulon bashkia jonë, në zonën e fshatit Drino dhe Nepravisht. Kjo është pjesa që kultivohet dhe sasia e ujit aty është më vështirë të shkojë, por ne kemi në bashkëpunim me Bordin e Kullimit, kemi bërë një grafik dhe kjo sipërfaqe është mbuluar nga uji, është kufizuar ujitja në zonën e Libovës për të fuqizuar pjesën fundore të saj. Ky lloj grafiku ka patur sukses dhe nuk ka patur vështirësi. Gjithashtu ka patur në disa parcela ka pasur probleme të tilla pasi si rrjedhimi ndarjes së tokës, skema ujitse në këto edhe për shkak të dëmtimeve dhe për shkak të mbjelljes në kultura të ndryshme, pasi një kulturë kërkon ujë në këtë periudhë dhe kultura tjetër kërkon në periudhë më të vonuar, ka sjellë problematika, por në bashkëpunim me fermerët dhe stafi i sektorit bujqësisë pranë bashkisë Libovës janë zgjidhur këto problematika në rrugë alternative dhe ujitja nuk është penguar. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, përveç ndërhyrjeve në sistemin e vaditjes, janë kryer edhe punime në infrastrukturën rrugore që të çon drejt parcelave bujqësore, me qëllim lehtësimin e aksesit për fermerët dhe përmirësimin e shërbimeve në terren. Nuk ka patur problematika. Bashkia ka ndërhyrë her pas here sepse gjatë vjeljes së prodhimeve dhe gjatë stinës së dimrit këto rrugë dëmtohen, por në fillim të çdo sezoni është bërë pastrimi i këtyre rrugëve, greiderimi i tyre, mbushja në vende të ndryshme dhe kjo problematikë është të zgjidhur. Ndërhyrjet e realizuara nga Bashkia e Libovës kanë ndihmuar në përmirësimin e situatës së vaditjes dhe lehtësimin e aksesit drejt parcelave bujqësore, duke mbështetur fermerët në përballimin e vështirësive të krijuara në zonat fundore të sistemit të ujitjes. Këto masa synojnë rritjen e efikasitetit të infrastrukturës bujqësore dhe garantimin e një sezoni më të qëndrueshëm për prodhimin në të ardhmen. Nertil Qibini nga Luzati i Tepelenës prej 16 vitesh ushtron profesionin e kuzhinjerit dhe edhe pse jeton në emigrim kthehet çdo verë për të punuar në vendlindje në zonën e ujit të ftohtë. 38 vjeçari përgatit kryesisht gatime tradicionale dhe synon që në të ardhmen të rikthehet përfundimisht në Shqipëri për të investuar. Ai inkurajon të rinjtë të ndjekin këtë profesion nëse kanë pasion për të. Nertil Qibini nga fshati Luzati Tepelenës prej 16 vitesh ushtron profesionin e kuzhinjerit, një zanat që e ka kthyer në pjesë të rëndësishme të jetës së tij. Edhe pse jeton dhe punon në emigrim, ai rikthehet çdo verë në vendlindje për të vijuar punën e tij pranë një biznesi në zonën turistike të ujit të ftohtë në Tepelen. 38 vjeçari shprehet se gatimi për të është një profesion i bukur dhe as pak i vështirë, përsa ko bëhet me pasion dhe për kushtim. Ai thekson se eksperienca e fituar ndër vite e ka ndihmuar të përmirësojë aftësitë dhe të përshtatet me kërkesat e klientëve, sidomos gjatë sezonit turistik. Unë kam diku 16 vjetë, rinë Skotësi,
Nga Skocia vi punoj gjatë sezonit në Shqipëri. Jam në Luzat të Pelenës dhe mbi emër Qibini. Po kam diku 16 vjetë guzhunjer, profesion. Po e kam pa dhe pasion vetë edhe kur kam emigruar në Skoci, seri Skotland, ati e kam mësuar. Është i vështirë si profesion? Për mua e bisa më thjeshtë, jo i vështirë. Ka njërës që tonë është i vështirë, ka njërës që tonë është i letë, po për mua shumë e thjeshtë, po të vëshmëndjen punë. Nertili përgatit një gamë të gjerë ushqimesh ku vend të veçantë zëngatime tradicionale shqiptare. A i tregon se turistët dhe vizitorët venda si vlerësojnë shumë këto receta, duke bërë kështu traditën një element të rëndësishëm të punës së tij. Në të ardhmen Nertil Qibini synon të rikthehet përfundimisht në Shqipëri për të investuar dhe zhvilluar më tej profesionin e tij. Aty jam bazuar shumë në Shqipo, duke përgatitur pak me moderne, po e kombinoj shumë mirë dhe shqipen dhe moderne. Po pak a shumë mish, qofte, buke freskë, speci pjekur, parxhani pjekur, barbunje pjekur se bamje. Tesh këtu punon vetëm gjatë sezonit? Vi, pak a shumë vi në korik, gushtator, fundishtatori pres dhe familjen, kaloj me pushime, pastaj mbyllim sezonin, ikim Skotësi prap, pun prap atje, të njëjtin gjë pak a shumë vitin tjetër. Po pak a shumë për sezon, për në të ardhme kujdes me një investim këtu, bëm vaki me si duket, bëm vaki ta kem për 12 muaj vitit të plot me kapacitet të plot, pak a shumë. A i ka edhe një mesazh për të rinj duke inkurajuar që t'i drejtohen këtij profesioni nëse e ndjejnë pasionin, pasi sipas tij, gatimi ofron mundësi të mira dhe kënaqësi në punë. Puna është se unë kam thirrje, po unë kam bërë shumë thirrje para shumë vitesh pa. Të rinj duhet të fillojnë që tani që na kamarierë ose pjata lars, si fillime të arrit kuptoj ku është ku e gjën veten, ndoshta kamarierë, ndoshta pjata lars, guzhunjer kaluar. Historia e Nertil Qibinit është një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për profesionin që e mban të lidhur fort me vendlindjen pavarësisht emigrimit. Me eksperiencën e fituar ndër vite dhe dëshirën për të investuar në Shqipëri, ai synon të ndërtojë të ardhmen e tij pranë rënjve, duke frymëzuar njëkohësisht edhe të rinj që të ndjekin pasionin për kuzhinën. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.